إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أفلندرojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset edhe gjunahet tona. Ata që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Edhe ata që Allahu e humb nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë. Nuk ishte mbi njerëzor dhe as nuk kishte cilësi apo kompetenca që i përkasin me merit vetëm Allahut të lartësuar. Por ishte rob i Allahut dhe i dërguar nga ai për mbar njerëzimin. Dhe ne lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, lavdërimet, faljet, mirësitë dhe bekimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Në Kur'an përmenden pejgamberët dhe historitë e tyre. Përmenden popujt e ndryshëm dhe historitë e tyre. Edhe përmendja e këtyre historive nuk është thjesht një tregim i një kohe të shkuar apo një kuriozitet për besimtarin. Dhe as nuk është ky qëllimi i Allahut me përmendjen e historive të tilla në librin e tij, në fjalën e tij në Kur'an, por që ne të marrim mësime, të nxjerrim dobi dhe të kemi përvojë. Thot Allahu i lartësuar: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Vërtet në historitë e tyre ka mësime, ka dobi për ata që mendojnë, për ata që janë të zotët e mendjes. E ndër historitë më të bukura dhe të përmendura më së tepërmi në Kur'an është edhe historia e profetit të madh të Allahut Musait alayhis salam. Një histori që fillon që me kohën e lindjes së tij dhe përfundon me shtatërimin e të kotës dhe njerëzve të saj. Përfundon me triumfin e robërve të mirë të Allahut dhe të vërtetës. Kur Musai alayhis salam e lindi, faraoni u njoftua se nga beni Israilët, të cilët jetonin në sundimin e tij si slavër, do të lindte një foshnjë nga i cili do t'i vinte shtatërimi faraonit, shtatërimi të tij dhe pushtetit të tij. Dhe i frikësuar nga kjo gjë, ai urdhëroi që çdo foshnjë e porsalindur nga beni Israilët të ekzekutohet. Dhe njerëzit e faraonit u shpërndan në shtëpiat e beni Israilëve, duke vrarë foshnjat e porsalindur, apo duke pritur kohën e lindjes së atyre grave shtatzëna të cilat akoma nuk ishin lindur dhe kur lindnin shkonin dhe i vrisin foshnjat e tyre. Dhe këtë e bën çdo pushtetar që bie në dashuri me pushtetin e tij dhe e ka atë çdo gjë dhe mendon se ai është Zoti. Por Allahu i lartësuar kishte planet e tij dhe planet e Allahut askush nuk mund t'i pengrojë dhe as nuk mund t'i ndryshojë. E frymëzoi nënën e Musait alayhis salam që foshnjën e lindur fshehur azi ta vinte në shtratin e lumit,
wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam. Edhe ne e frymëzuam nënën e Musait që t'i japi gjithë foshnjës dhe më pas ta vendos në shtratin e lumit, pra në një kuti apo të ngjashme me të. Wala takhafi wala tahzani, edhe e frymëzuam atë që të mos friksohet, të mos pitollohet, sepse dihet pitollimi dhe frira një nëne për foshën e porsalinur ta lërë në një vend ku vdekja është 100 herë më e mundshme se jetesa. Inna radduhu ilejk, sepse ne do ta kthejmë përsëri të ty. Në momentet më të vështira, Allahu të jep premtimet më të mëdha. Mos u friksoj tha, mos u pitollo, pse? Sepse do ta kthejmë përsëri të ty. Këtë foshnjë që po lundron mbi shtratin e lumit. Wa ja'iluhu min al-mursalin, dhe do ta bëjmë nga pejgamberët tanë. Edhe të shtu veproi nëna Musait alayhi salam me zemër të thyer, e friksuar, e pitolluar, nga dëmshuria që ka nëna për fëmijën. Faltaqatahu alu Firaun, dhe Allahu bëri të mundur që ta gjeje atë foshnjë gruaja e vet faraonit, e cila e mori këtë foshnjë me dëshirë, edhe i kërkoi bashortit të saj mizor faraonit që mos ta vrasë. Qurratu ayni li wa lak, sepse ky fëmijë mund të jetë një kënaqësi për mua dhe për ty, i tha faraonit. Ky ishte plani i Allahut. Që ky foshnjë, të cilin faraoni kërkonte ta vriste me çdo kusht, ishte pikërisht ai prej të cilit frikësohej, dhe nuk u rrit në një vend tjetër të largët, por vetë në shtëpinë e faraonit. Planet e Allahut askush nuk mund t'i mbraps, askush nuk mund t'i ndryshojë. Kur Allahu dëshiron diçka, ajo do të bëhet patjetër dhe s'ka kthim pas. Dhe kështu Allahu subhanahu wa taala, për të mbajtur premtimin e nënës së Musait, bëri të mundur që kjo foshnjë, Musai alayhis salam i vogël pra, të mos pranonte asnjë gjithdhënse tjetër, asnjë mëndesh tjetër. Edhe e motra e Musai që e ndiqte vëllain e saj nga larg, fshehur azi që nëntonte mbi shtratin e lumit, dhe pa që e përfundoi tek familja e faraonit, shkoi dhe u tha: Hal adullukum ala ahli bejtin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun? A doni t'ju tregoj juve një familje e cila do të përkujdeset mirë për të dhe do ta trajtojnë mirë atë? Edhe pranuan. Dhe u bashkua përsëri Musai alayhis salam me nënën e tij, sepse pranonte me frymëzimin e Allahut të pinte gjë vetëm nga nëna e tij. Dhe ky ishte një çlirim për gruan e faraonit, që më në fund kjo foshnjë që do ta mbante si birin e saj, po ushqehej. Dhe në këtë mënyrë her pas here, kohë pas kohë, takohej Musai alayhis salam me nënën e tij. Dhe u rit Musai alayhis salam në përmbledhje të historisë son në shtëpinë e faraonit, i cili ishte mizori më i madh i asaj kohe. Edhe në Kur'an përmendet si model i arrogancës, mendjemadhësisë dhe mizorisë. Dhe i rritur tashmë një djalë i ri i fuqishëm, i mençur, pa se si po grindeshin një njeri nga Beni Israilët me një njeri nga njerëzit e faraonit. Edhe ky nga Beni Israilët i kërkoi ndihmë dhe Musai nuk e donte padrejtësinë dhe zullumin, sepse ishte i brymosur i tillë nga Allahu i lartësuar. Dhe shkoi ta ndihmonte. Edhe në përpjekje për ta ndihmuar e shtyn fort kundërshtarin, të ushtarin apo njeriu e faraonit, dhe ai bie mbrapsht dhe vdes. Dhe largohet Musai alayhis salam. Dhe ndjen të qartë për të vepër që nuk e bëri qëllimisht, dhe as nuk ishte që në fillim qëllimi i tij, por ishte thjesht mbrapsja e padrejtësisë, e zullumit që po i bëhej tjetrit. Largohet kur merr vesh se faraoni dhe njerëzit e tij kanë dhënë vendimin me vdekje. Dhe
pas disa viteve kthehet Musa alayhi salam përsëri tek faraoni në Egjipt. Dhe kësaj radhe kthehet si pejgamber i Allahut në përmbledhjet e historisë. Me urdhrin e Allahut që të shkojë tek faraoni që e mbante veten e tij si Zot, kryelart, kryeneç, dhe urdhëronte popullin e tij që ta adhuronin atë dhe ta njihnin vetëm atë si Zotin e tyre. Edhe shkon Musa alayhis salam me urdhër nga Zoti dhe e fton faraonin në adhurimin e krijuesit të tij, Allahu të lartësuar, dhe të heqi dorë nga arroganca e tij, nga mendjemallësia e tij, nga adhurimi i vetvetes. Një kërkesë e thjesht, e qartë, kuptim plot, por që nuk do të merrej e tillë nga ky arrogant, pushtetar, zullumqar dhe mendjemadh. Dhe kështu do të vazhdonte dialogu, davja e Musait alayhis salam me faraonin, i cili i refuzonte. Dhe Allahu dërgonte ajete, shenja, forma të ndryshme dënimi tek faraoni, që ai të bindej, që ai të frikësoj dhe t'i përulej Zotit të tij. Por kur ndjehej keq faraoni, kërkonte Musait që t'i lutej Allahut t'ia hiqte vështirësinë. Edhe kur vështirësia largohej, faraoni kthehej përsëri apo e shfaqte përsëri kufrin dhe arrogancën e tij. Derisa në fund Allahu i lartësuar e urdhëroi Musain alayhis salam që natën me njerëzit e tij, me popullin e tij nga Ben Israilët, të largohej nga Egjipti. Dhe u larguan dhe ju vu pasi e mori vesh faraoni me ushtrinë e tij, derisa u gjendën përballë detit. Përpara ishte deti, nuk ishte anije për të kaluar në bregun tjetër, dhe as nuk ishte një det i vogël që mund ta kaloje me natë. Pra ai që do të hynte do të vdiste. Por edhe nëse qëndroni në breg të detit, ushtria e faraonit po afrohej dhe qëllimi i tyre ishte t'i vriste. Pra ishin ndërmjet dy vdekjeve. Thjesht duhet të zgjidhin mënyrën. Por jo për atë që beson bindshëm ke Allahu, bindshëm ke premtimi i Allahut. Edhe nëse i mbyllen të gjitha alternativat, nuk mbyllet shpresa tek Allahu kur, nuk ka kush që ta mbyllë dot këtë portë. Prandaj kur populli Musait i gjendur në një situatë të tillë, ranë në pesimizëm, e humbën shpresën dhe thanë inna la mudrakun, na kapën. Të frikësuar, të mërzitur, të pitolluar, sepse vdekja po afroi. O do të hynin në det, o do të prisnin t'i vriste faraoni me ushtrinë e tij. E sikur të mos mjaftonte kjo vështirësi, pra ndërmjet dy vdekje, mënyrave të vdekjeve, ju shtua si shkak edhe pitollimi apo humbja e shpresës së popullit të tij, por nuk ndikoi fare tek Musa alayhis salam, i cili me bindje të plot tha një fjalë që është frymëzim deri në kiamet. Kalla, kur nuk do na kapin. Kur e tha këtë fjalë, kur ishin midis detit dhe ushtrisë së faraonit, dhe s'kishte asnjë mundësi tjetër materiale për të shpëtuar. Nuk do të vinte ndonjë ushtri të ndihmonte dhe as nuk ishte ndonjë anije që pritej të vinte dhe të hipnin mbi të për t'u larguar. Ja. Kalla, ta kur s'do na kapin. Si ka mundësi në një situatë të tillë? Pse? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sepse me mua është Zoti im. Mjafton. Mjafton. Le të mbyllen gjitha alternativat. Le të shkoj vuajtja, halli, shqetësimi në ekstrem. Në pikën kur i thonë s'mban më. Por nëse ke një shpresë, një mendim të mirë për Allahun dhe bindje në ndihmën e tij, nuk do të i humbë shpresat. Kur nuk do na kapin, tha. Pse? Sepse me mua është Zoti im. Kush e ka Allahun me vete, ka gjithçka. Nuk ka ideologji, nuk ka ushtri, nuk ka forcë materiale që ta mposhtë dhe ta thytë te njeri.
Çfarë nuk i bën Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe kur nuk triumfuan mbi të. Çfarë nuk i bën Ibrahimit alayhi salam, me hudhën dhe në zjarr, por prapë nuk triumfuan mbi të. Pse? Kishin fuqi materiale? Jo, kishin Allahun dhe kjo i mjaftonte për gjithçka. Prandaj lidhe zemrën me Zotin tënd. Mos shiko madhësinë e hallit, problemit, vështirësisë. Mos u ndikon nga largimi i njerëzve nga ty. Sepse edhe nëse janë pranë teje, nuk do të bëjnë gjë nëse nuk e ka caktuar Allahu. Qoftë ndihmë apo dëm. Prandaj mbështetjo vetëm atij, shpreso vetëm tek ai. Ruaje mendimin e mirë për të. Çfarë ndodhi? Allahu i lartësuar urdhëroi Musain alayhis salam që me shkopin që mbante t'i binte detit dhe deti u hap në 12 shtigje apo rrugë ku kaluan beni Israilët. Dhe kur e pa faraoni këtë mrekulli të madhe, ishte pranë, e pa detin që u hap. Dhe mendoi se edhe ai mund të kalojë në këtë gjë. Arroganca e verbon mendjen. Hyri me ushtrinë e tij. Por Allahu i shpëtoi të parat dhe mbyti faraonin dhe ushtrinë e tij. Dhe bëri këtë ngjarje për kujtim. Sa që thot Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, kur profeti alayhi salatu wassalam shkoi në Medinë, pas se beni Israilët e agjeronin ditën e 10 të muajit Muharram, muaj hënor në të cilin jemi edhe ne. Dhe i pyeti për agjerimin kësaj dite, dhe ata i thanë se kjo është dita në të cilën Allahu shpëtoi Musain nga faraoni dhe ushtria e tij, shpëtoi Musain dhe beni Israilët nga faraoni dhe ushtria e tij. Prandaj ne në shenjë mirënjohje e agjerojmë këtë ditë. Profeti alayhi salatu wassalam tha, ne jemi më pranë Musait se sa ju. Prandaj ndjekim rrugën e tij të drejtë. Prandaj do ta agjerojmë. Dhe fillimisht agjerimi i kësaj dite ka qenë detyrë për muslimanët, por kur u bë obligim agjerimi i Ramazanit, shtylla e Islamit, agjerimi i ditës së 10 të muajit Muharram u bë i pëlqyer. Pra jo obligim, por një vepër e pëlqyer. Dhe për agjerimin e kësaj dite, profeti alayhi salatu wasallam ka thënë, shpresoj tek Allahu që fshin gjunahet e vitit të kaluar. Agjerimi i një muaji, ja i një dite. Pra i disa orëve. Kur agjeron bindshëm, pa gjunafe, pa përgojime, pa sharje, pa mashtrime, pa ofendime, pa bërë harame, vlen ky agjerim ashtu siç tha profeti alayhis salam, fshin gjunahet e vitit të kaluar. Dhe në fund të jetës së tij profeti alayhis salam tha, nëse do të kem mundësi edhe vitin e ardhshëm, do të agjeroj me një ditë përpara saj. Në transmetime të tjera vjen edhe me një ditë pas apo me një ditë pas saj. Transmetimin e cilat ka fjalë. Gjithsesi dietarët kanë përmendur se gradat apo mënyrat e agjerimit të ditës Ashura, 10 Muharram, janë 3. E para, agjerimi i një dite para, 9-ës, 10-ës që është dhe 11-ës. Mënyra e dytë, agjerimi i një dite para dhe ditës Ashura 10, pra 9 dhe 10. Dhe mënyra e tretë është vetëm agjerimi i ditës së Ashura. Edhe pse për disa dietar kjo është e papëlqyer me kruh, por lejohet. Edhe agjerimi i ditës së një vetme Ashura. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Siç e përmendëm në fillim të hutbes së parë, historitë e përmendura në Kur'an nuk janë thjesht kuriozitete historike nga njerëzit apo popujt e mëparshëm, por janë histori frymëzuese. Janë modele të cilat Allahu i lartësuar na i ofron, na i tregon për të ndjekur rrugën e të mirëve dhe për të shmangur nga rruga e të keqinjve. Prandaj faraoni nuk paraqitet në Kur'an thjesht si një figurë historike e largët, por si një gjendje njerëzore e përsëritshme
që mund të shfaqet në çdo kohë dhe në çdo vend. Faraoni vdiq, por kjo nuk do të thotë se vesi i tij, cilësitë e tij të mos shfaqen në pushtetar të ndryshëm në vende të ndryshme. Faraoni është modeli i tiranit që zotronte gjithçka, por humbi veten. Sundonte mbi njerëzit, por ishte skllav i epsheve dhe frikërave të tij. Çfarë shtyu faraonin të vriste foshnjat, të bënte të krim të tmerrshëm? Të vrasësh një është krim i madh, po të vrasësh tërë foshnjat e atij brezi, një krim akoma dhe më i madh dhe më i shëmtuar. Çfarë shtyu ta bënte këtë gjë? Frika nga humbja e pushtetit. Frika nga humbja e pushtetit. Prandaj kur disa pushtetarë me cilësinë e një diktatori po ndjejnë rrëzimin e tyre, bëjnë masakër mbi popullin e tyre. Bëjnë dhunë mbi popullin e tyre, qoftë dhunë psikologjike, qoftë dhunë verbale. Padrejtësia sa do të zgjas, do të marrë fund. Allahu jep afat, por nuk e neglizhon. Zgjati aq sa deshi Allahu padrejtësia faraonit, por në fund u thye dhe humbi bashkë me faraonin. Mendjemallësia dhe arroganca e verbojnë mendjen ndaj të vërtetës. Sundimtarët që sillen sikur janë zotër mbi popullin e tyre, i shtypin ata, i vjedhin ata, u avëshirsojnë jetën, u aprishin mirëqenien, u marrin pronën, u marrin dinjitetin, u marrin lirinë, e sa të prezenti kemi ta në vendin tonë, kohë pas kohe, dhe të cilët e ndërtojnë lavdinë e tyre mbi vuajtjet e të pafajshmëve, në të vërtet shpejtojnë shkatërimin e vetëveteve, rënjen dhe pësojnë një rënje të turpshme pas një lartësimi të rrem. To janë cilësi reale që i pati faraoni, por që i kanë edhe faraon të tjerë të vegjël në kohën tonë, e sidomos në vendin tonë, ku për dekada të tëra që nga koha e komunizmit, kemi parë pushtetar të tillë dhe i kemi akoma pushtetar të tillë, faraon të vegjël, por që përfundimin e kanë të njëjtë. Përfundimin e kanë të njëjtë si i pari i tyre, shkatërimi i turpshëm. Shkatërimi i turpshëm dhe dënimi i dhëmshëm tek Allahu i lartësuar, nëse nuk pendohen dhe nëse nuk ndryshojnë. Historia e faraonit me Musajin a.s. është ndër betejat dhe përballjet më të mëdha ndërmjet të vërtetës dhe të krotës, besimit dhe mosbesimit, tauhidit të Allahut dhe kufrit e idhtarëve të tij. Të parët Musaji a.s. nuk pati ushtri pas vetes, por pati Allahun e lartësuar. Të dytët faraoni pati ushtrinë më të madhe të kohës, mbreti më i fuqishëm i kohës, por kjo nuk i vleti asgjë tek Allahu i lartësuar. Prandaj, nëse je me të vërtetën, me Islamin, dhe adhuron Zotin tënd të vetëm, ashtu siç ai është i kënaqur, sado mund të ndjesh i dobët, sado mund të ndjesh i largët nga sytë e shoqërisë e të tjerëve, mjafton për ty që tek Allahu je i lartë. Edhe kjo ti mjaftojte. Qetësohu me këtë gjë, gëzohu me këtë gjë. Sepse edhe nëse njerëzit të ngrejnë për interesa, dhe një ditë do të ulin. Ndërsa kur të ngrenë Allahu, të ngrenë me mirësinë e tij, dhe atë që Allahu e ngrenë, askush nuk e ul dot. Ashtu siç atë që Allahu e ul, askush nuk e ngrenë dot. Elusim Allahun e madhëruar që ta forcojë besimin ton, na japi neve qëndrueshmëri në fenë dhe adhurimin e tij të vetëm. Elusim Allahun e madhëruar t'i falë gabimet tona, t'i pranojë adhurimet tona, na bëjë neve nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, na lehtësojë llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit, na forcojë në pyetjet e varrit dhe t'i bëjë varret tona kopshte nga kopshtet e xhenetit.
E lutim Allahun e madhëruar që na japi neve mirësinë në këtë botë, mirësinë në botën tjetër. E lutim Allahun e madhëruar që ta shkatrojë dhe të mos japi pushtet mbi ne sundimtarëve zullumqtar, arrogant, tradhtar, imoral, të pisët në karakterin dhe cilësitë e tyre. Allahu e shfarost ata dhe pushtetin e tyre, pasurinë dhe çdo gjë dhe çdo patericë të tyre. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وأقيموا الصلاة